Ju lut Ju lutem që të ngriteni në këmbë për të pritur personalitetet e larta pjesëmarrës në këtë ceremoni. Regrut ushtar, nderime atë dheut. Ju lutem të qëndroni në këmbë për pritjen e flamurtarëve dhe nderimin e himnit shtetëror. Ju lutem, uluni. Të nderuar të pranishëm, në emër të komandës së doktrinës dhe stërvitjes, ju përshëndesim dhe ju uroj mirëseardhje në ceremoninë e betimit të gjeneratës së parë të stërvitjes ushtarake bazë për vitin 2025. Programi i stërvitjes ushtarake bazë është program i hartuar në përputhje me kërkesat për të transformuar pjesëtarët civil në pjesëtar ushtarak. Gjatë stërvitjes në njavore, rekrutët kanë mësuar hapat e parë të jetës ushtarake, mbështetjes ushtarake, njohurit bazë taktike dhe të mbijetesës,
përdorimin dhe qitjen me armë, vlerat ushtarake, si dhe kanë zhvilluar aftësit fizike dhe psikike. Kjo stërvitje ka filluar më 25 janar dhe përfundon sot më 28 mars 2025, ku të planifikuar për të vijuar stërvitjen ishin 367 rekrut, ndërsa të rreshtuar para nesh kemi 324 prej tyre, të cilët arritën suksesshëm ta përfundojnë stërvitjen dhe sot do të betohen për shërbim në forcën e sigurisë së Kosovës. Këtë ceremoni e bën edhe më madhështore prezenca e presidentes së Republikës së Kosovës, shkëlqësisë së saj, zonja Vjosa Osmani Sadriu, kryeministrit të Republikës së Kosovës, zotëri Albin Kurtit, ministrit të mbrojtjes, zotëri Ejup Maqedoncit, komandantit të forcës së sigurisë së Kosovës, general lejtnant Bashkim Jasharit, të cilët i falenderojmë për pjesëmarrje në ceremoni. Në vazhdim, ftojmë Presidenten e Republikës së Kosovës, njëherit komandantën supreme të forcës së sigurisë, shkëlqësinë e saj, zonja Vjosa Osmani Sadriu, që të marrë fjalën. I nderuar kryeministër Kurti, i nderuar komandanti FSK-s general lejtnant Bashkim Jashari, i nderuar ministër Maqedonci, të nderuar përfaqësues të institucioneve, të dashur ushtarë të rinj të Forcës së Sigurisë së Kosovës, ushtarë nën oficer dhe oficer të FSK-s, të dashur ushtarake zyrtar të forcave aleate, të dashur familjar, familje krenare për bijt e bijat tuaja, të nderuar përfaqësues vendore ndërkombëtar, të dashur qytetar. Ushtria nuk është thjesht një forcë e armatosur. Ushtria jonë është një betim i përhershëm për atë dheun tonë. Është një përkushtim ndaj sigurisë dhe një garanci për paqen. Sot është një ditë e veçantë për ju dhe për gjithë Republikën e Kosovës. Sot 344 djemë e vajza i bashkohen radhëve të FSK-s, duke u bërë kështu pjesë e një misioni të shenjtë, mbrojtjes së atë dheut të tyre, garantimit të sigurisë dhe mbështetjes së paqes në vendin tonë e përtej tij. Të dashur ushtar, ju keni kaluar një rrugtim plot sfida, disiplinë dhe përkushtim. Me këtë certifikim ju nuk mbani vetëm një titull, por mbi të gjitha një përgjegjësi të madhe për të ruajtur vlerat dhe dinjitetin e shtetit tonë. FSK-ja është më shumë se një forcë. Ajo është simbol i përkushtimit dhe i sakrificës. Është dëshmi e forcës së shtetit tonë. Ju jeni pjesë e një force që çdo ditë po rritet e po zhvillohet, duke ndërtuar një ushtri moderne, profesionale dhe të gatshme për tu përballur me çdo sfidë. Me punën dhe përkushtimin tuaj, ju do të vazhdoni ta mbani FSK-n, krenarin më të madhe të shtetit tonë, si dhe aleat të besueshëm të partnerëve tonë ndërkombëtar. Të dashur ushtar, rruga jonë euroatlantike është e qartë dhe e pakthyeshme. Me profesionalizmin dhe përgatitjen e bijave e bijve tonë ushtarak profesionist, po dëshmojmë se Kosova ka një ushtri të fortë e të denjë për të qenë pjesë e strukturave të mbrojtjes dhe sigurisë ndërkombëtare në shërbim të paqes dhe sigurisë e stabilitetit global. Forca e sigurisë së Kosovës po marshon fuqishëm përpara në procesin e zhvillimit dhe avancimit si forcë moderne, e mirë pajisur dhe e mirë trajnuar.
Ushtria jonë çdo ditë më shumë po dëshmon ka dishmërinë e saj të plot për të përmbushur standardet më të larta të NATO-s, aty ku Kosova e ka vendin dhe e meriton vendin. Ju, të gjithë sot që u betuat, por secili ushtar tjetër i FSK-s, jeni pasardhës të drejtë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, të cilët sakrifikuan gjithçka për atë dheun në momentet më të rënda të historisë sonë. Prandaj mbajeni këtë uniform me krenarin më të madhe. Në këtë ditë është momenti që t'i kujtojmë të gjithë ata që dhanë gjithçka për atë dheun, përfshirë edhe më të shtrajntën jetën e tyre. Të kujtojmë dëshmorët tanë, të kujtojmë heronjët tanë, e të kujtojmë edhe martirët, të cilët po i përkujtojmë në ditët përkujtimore të masakrave këto ditë. Në këtë ditë është po ashtu momenti i natyrshëm i falënderimit dhe mirënjohjes më të lartë për të gjithë vendimarrësit dhe zbatuesit politik e ushtarak të operacionit të NATO-s 26 vite më parë në mbrojtje të popullit ton nga regjimi gjenocidal i Serbisë. Edhe sot shpreh falënderimin dhe mirënjohjen e lartë për aleatët tanë të prirë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për gjithë ndihmën dhe përkrahjen e vazhdueshme, jo vetëm në kohë të rënda, por edhe sot kur ne po zhvillojmë dhe avancojmë ushtrinë tonë në nivelin që na bën krenar të gjithëve. Të nderuar ushtar të rinj, nga sot ju jeni më shumë se sa individ që vishni një uniform ushtarake. Ju jeni trashëgimtar dhe mbrojtës të lirisë së Kosovës, lirisë së fituar me sakrifica të panumërta nga brezat të tërë të parardhësve tanë. Ju jeni energjia dhe forca e re e ushtrisë ndërtuar mbi vlerat e lirisë, demokracisë dhe paqes, të ushtrisë e cila gjithnjë e nderon të kaluarën e lavdishme, por edhe ndërton të ardhmen e sigurt. Të jeni pjesë e forcës së sigurisë nuk është thjesht një profesion, është një thirrje, një mision, një nder dhe përgjegjësi e lartë. Sot ju do të bëni betimin tuaj si ushtar të forcës së sigurisë së Kosovës dhe ky nuk është thjesht një akt formal, por një angazhim i shenjtë, një zotim solemn që do t'ju udhëheq gjatë gjithë jetës suaj ushtarake. Ky betim kërkon nga ju përkushtim të palëkundur, gatishmëri për t'u përballur me çdo sfidë dhe besnikëri të plotë ndaj popullit dhe vendit ton, të cilën ju tashmë e keni. Në këtë ditë veçantë shpreh mirënjohjen më të thellë për familjet tuaja, të cilat ju kanë qëndruar pranë gjithë ushtarëve tanë të rinj. Sot të dashura familje, nëna e baballar, motra e vëllezër e fëmijë, bashkëshort, sot vajzat dhe djemt tuaja nuk janë më thjesht vetëm fëmijët tuaj. Ata janë fëmijët e gjithë Kosovës, ata janë ushtarët e Kosovës, ata janë mbrojtësit më të denjë të atë dheut tonë. Sakrifica juaj, mbështetja dhe dashuria juaj e pafund për vendin ka qenë themeli i forcës së djemve dhe vajzave tuaja për të arritur me sukses të plot deri në këtë moment. Të nderuar rekrut e ushtar, me këtë uniform që vishni sot ju mbani mbi supe emrin e Republikës së Kosovës. Ju jeni brezi që do të garantoj paqen dhe sigurinë për qytetarët tanë. Ju jeni ata që do ta çoni përpara misionin e atyre që sakrifikuan për këtë shtet. Ju jeni ata që do ta mbroni amanetin e ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe patriotëve të shumt të tjerë ndër breza. Ju uroj suksese në këtë rrugtim të ri, shteti ynë ka nevojë për ju. Kosova beson në ju. Përpara me nder, guxim dhe përkushtim. Lavdi të gjithë të rënëve për liri. Zoti e bekoft ushtrinë e Kosovës, Zoti e bekoft Republikën e Kosovës, qytetarët tanë dhe aleatët tanë. Ju faleminderit dhe urime të gjithëve. Ju faleminderit, zonja presidente. Ftojmë kryeministrin e Republikës së Kosovës, zotri Albin Kurtin, që të marrë fjalën.
E nderuara Presidente e Republikës së Kosovës, zonja Vjosa Osmani Sadriu, i nderuari zotëria Jup Maqedonci, Ministri i Mbrojtjes, i nderuari zëvendës Ministër Shemsi Sylla, i nderuari Komandanti Forcës Sigurisë Kosovës, General Lejtnant Bashkim Jashari, të nderuar ushtarak të Forcës Sigurisë Kosovës, ushtar, nën oficer dhe oficer, të dashur rekrut dhe familjar të rekrutëve, të dashur qytetarë të Republikës, zonja dhe zotërej, motra dhe vëllezër. Jam shumë i gëzuar që sot jam bashkë me juve këtu për të kurorzuar suksesin tuaj të arritur për gjatë 9 javëve të trajnimit bazik, i cili filloi në mes të dimrit dhe po përmbyllet në fillim pranverës. Këtë e keni bërë duke treguar përkushtim e disiplinë, ndërtim të frymës ekipore si dhe përvetësim të teknikave dhe taktikave ushtarake. Të gjitha këto kanë bërë që tashmë të keni formimin e plot si ushtar profesionist. Diplomimi juaj sot është shumë i veçantë për faktin se ndodh pikërisht në muajin e lavdisë son kombëtare. Muaji mars nis me epopeen e UÇK-s dhe përmbyllet me ndërhyrjen e NATO-s në Kosovë. Me 5, 6 dhe 7 mars, qëndresa heroike e familjes Jashari dhe lufta çlirimtare e udhëhequr nga kryekomandante Adem Jashari shënon kthes historike për popullin ton në rrugtimin drejt lirisë. U dëshmua që kulla është më e fortë se regjimi. Dashuria për atë dheun është më e fuqishme se gjenocidi i Serbisë, dhe se liria është më e shtrejtë se jeta. Në nështrimi e dorëzimi nuk ishin opsion, prandaj fitoria ishte rezultati. Kjo fitore kulmoi me 24 mars të vitit 1999, fal ndihmës së miqve tan e të lirisë, ndërhyrjes së forcave të NATO-s dhe bombardimit të caqeve serbe, duke vullosur kësaj çlirimin ton në qershor të vitit 1999 pas përpjekjeve shekullore e sakrificave ndërbreza. Diplomimi juaj sot, në fund muajit mars, vjen si një kapitull i ri pas lavdisë së ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe ndërhyrjes së Aleancës Veriatlantike. Vjen si vazhdim i amanetit për mbrojtje të dheut dhe kontributit për paqe. Uniforma të cilën do ta bartni nga sot është nder i posaçëm dhe përgjegjësi e madhe. Ajo është dëshmi e gjakut dëshmorëve që u flijuan dhe frymëzim për të ndërtuar të ardhmen. Prandaj kujdesuni fort për të. Ruajeni e nderoni duke mbrojtur demokracinë dhe vlerat e saj. Ju jeni garanca më e fuqishme që populli i Republikës sonë do të jetojë në paqe, integriteti territorial do të jetë i pasënueshëm dhe sovraniteti i paprekshëm. Në realizim të këtij vizioni, mbështetja e qeverisë do të jetë e padiskutueshme, sepse e tillë është vendosmëria jonë për të ngritur e zhvilluar kapacitetet tona mbrojtëse. Mbështetja jonë do të jetë vazhdimësi e mbështetjes 4-vjeçare që kemi bërë deri më tani. Për gjatë këtij mandati kemi dyfishuar numrin e ushtarëve, kemi rekrutuar 2315 ushtarë të rinj, të cilëve do t'ju shtohen edhe 390 ushtarë të tjerë në muajt e ardhshëm, në total 2705 ushtarë. Kemi investuar në armatim në vlerë prej 319 milion euro, duke bler dronët luftarak Bayraktar, sistemin raketor antitank Javelin dhe së shpejti do t'i kemi edhe helikopterët Black Hawk apo skifterat Zi në inventarin e ushtrisë tonë dashur. Kemi vendosur themelet e industrisë së mbrojtjes me fabrikën për prodhimin e municionit Made in Kosova, e të gjitha këto sipas standardeve të vendeve të NATO-s. Kemi trajnuar 4 herë më shumë ushtarak dhe kemi zgjeruar infrastrukturën ushtarake me qindra hektar në zonën e trajnimit në Babajt Bokës dhe në aeroportin e Gjakovës. Kemi dhënë shfrytëzim prona treja në komunat e Mitrovicës, Podujevës e Suarekës dhe janë investuar 10 miliona euro në ndërtimin e depove ushtarake.
Edhe këto janë realizuar duke ndjekur planin ton të përbashkët e të detajuar për ta fuqizuar ushtrin ton. Në të gjitha këto suksese, puna dhe përkushtimi i komandantit të FSK-s, General-Lejtnant Bashkim Jashari dhe Ministrit të Mbrojtjes Ejup Maqedonsi kanë qenë në nivelet më të larta. Për 4 vite janë ndarë 620 milion euro për ushtri, në vitin 2025 i kemi shtuar edhe 208 milion tjera, 2 fish më shumë se sa që ishte parapar në planin e tranzicionit. Kjo ka bërë që për herë të parë në mandatin ton të arrihet 2% i bruto produktit vendor për ushtri, e cila do të vazhdoj edhe këtë vit. Këto nuk janë vetëm shifra tabelash financiare, por garanci për sigurinë kombëtare. Të nderuar pjesëmarrës, përveç rritjes buxhetit, blerjeve të armatimit dhe përmirësimit të infrastrukturës ushtarake, kemi shtuar bashkëpunimin me partnerët tonë strategjik, mbi të gjitha me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe gjithashtu me vendet e NATO-s. Synimi ynë është i qartë, ndërtimi dhe rritja e një ushtrie që respekton standardet më të larta të NATO-s dhe që është pjesë aktive e arkitekturës së sigurisë ndërkombëtare demokratike. Kosova nuk është vetëm një shtet që kërkon mbështetje, Kosova është një partnere që kontribon, që investon dhe që garanton sigurinë rajonale. Shumë të dashur rekrut, sot nuk është thjesht një ditë e diplomimit tuaj. Sot është dita kur ju do të bëni betimin mbi të cilin do të shërbeni popullit atë dheut dhe lirisë. Ju do të jeni në radhë të parë në çdo situatë krize, në ndihmë të qytetarëve tonë, në mbrojtje të kufive, e në operacionin ndërkombëtare si përfaqësues të Republikës tonë, e cila synon paqen e qëndrueshme dhe stabilitetin afatgjat në rajon e mëgjer. Mos harroni asnjëherë që uniforma që mbani sot është trashëgimi e sakrificës së UÇK-s, por edhe përgjegjësi ndaj së ardhmës tonë të përbashkët. Secili prej jush përfaqëson jo vetëm veten, por tërë popullin e Kosovës. Ju përfaqësoni amanetin e dëshmorëve, shpresat e prindërve dhe besimin e gjithë qytetarëve tonë. Kjo uniform nuk mban vetëm simbole, ajo mban idealet e një populli që u ngrit nga plagët, fitoi lirinë dhe e gëzon shtetin e vet. Të dashur prindër të regrutëve, ju jemi mirënjohës për edukimin që ua keni dhënë bijave e bijve tuaj. Nga sot atë dheu ynë qëndron mbi supët e tyre, e supët e tyre nuk do të lejojnë që kur atë dheu të përullet. Si gjithmonë, përjetësisht, si Shqiponja, në qiellin e lirë mbi tokën e dashur, atë dheu ynë do të jetë lartë më lartë, thellë më thellë. Deri tani rekrut, nga tani ushtar të Republikës, urime, diplomimi dhe shërbimi i ndershëm qoftë kryefjala e sukseseve tuaja. Roft ushtria e Kosovës, roft Republika e Kosovës. Ju faleminderit. Ju faleminderit, zotëri kryeministër. Tani, do të lexojmë emrat e rekrutëve dhe instruktorëve më të dalluar për të cilët komandanti i KDS-s ndan lëvdat. Për rezultate të arritura akademike gjatë stërvitjes me lëvdat shpërblehet rekrut Luan Vrbovci. Për performancën më të mirë fizike, me lëvdat shpërblehet rekrut Elvis Qitaku. Për përkushtim në detyrë, me lëvdat shpërblehen instruktorët, udhëheqësi më i mirë, reshter shtabor Rafet Gashi. Instruktori më i mirë, reshter shtabor Valon Halimi. Taku më i mirë, tetar Emir
Ahmetaj, tani, ju lutem që të ngriteni në këmbë që të përcjellim aktin më solemn të ceremonisë, dhënien e betimit për shërbim në forcën e sigurisë së Kosovës. Gati për betim. Betohem solemnisht se do të jemi përkushtuar dhe do t'i qëndroj plotësisht besnik Republikës së Kosovës, se do t'ju bindem urdhrave të Presidentit Republikës së Kosovës dhe prorëve të mi në pajtim me ligjin, dhe se do t'i kryej detyrat e mia me zel, nder dhe dignitet. Betohem solemnisht se do të zbatoj Kushtetutën e Republikës së Kosovës, do të shërbej popullit dhe atdheut tim, dhe për mbrojtjen e tyre nuk do të kursej as jetën time. Betohem! 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 Kuadrate, gati, të, flamurtar, poziciono. Regrot, ju lutem të ktheheni në formacion. Regrot, ju lutem që të ktheheni në formacion. Me dhënien e betimit nga rekrutët, përfundon edhe ceremonia e sotme. I ftojmë personalitetet e larta në këtë ceremoni për një foto të përbashkët me gjeneratën e parë 2025.
I njoftojmë familjarët që mund të zbresin poshtë për të bërë foto me regrutët. Ju lutem që të zbretni nga pjesa e shkollëve. Ju falemderit për mirëkuptim.